Sergio Porrini ka qenë për 4 vite me radhë krahu i djathtë i Edi Reyes në drejtimin e Shqipërisë. Ish futbollisti italian ishte një ndër emrat e stafit që monitoronin futbollistët e rinj dhe një prej atyre që kanë ndjekur me interes ishte edhe Christian Aslani në hapat e tij të parë në futbollin profesionist. Por tashmë Porrini ka pranuar se ka mbetur pak i zhgënjur nga rrugëtimi që ka bërë në karrierë Aslani në këto vite, teksa ka zbuluar për Sport Italia se mendonte që mesfushori do të bëhej më shumë protagonist të Interi. Duhet të jem i sinqert dhe të them se për ato që janë aftësi që kam parë të ai në atë kohë, rrugëtimi i tij deri këtu nuk më ka entuziazmuar. Çfarë do t'i këshilloja? Nëse nuk do të arrinte të afirmohej te Interi, do ta këshilloja që të shkonte të luante si protagonist në ndonjë skuadër tjetër. Pasi është e bukur që të luash në klubet e mëdha dhe të fitosh trofe, por mendoj se në një moment një lojtar dëshiron edhe të ndjehet me të vërtetë i rëndësishëm. Te Interi nuk ka qenë e thjeshtë për të shkak të gjithë presioneve që ka atje dhe faktit që duhet të zëvendësoj një si Çalhanoğlu, i cili është një ndër më të mirët në botë. Në rolin e tij ishin fjalët e Porrinit rreth Aslanit.